Kem sa i takim më qojt, unë besoj që bani gabim jashtëzakonisht madh politik, zoti Abdi Gjiku. Zoti Abdi Gjiku për momentin realisht as nuk ka fuqi mrena për mrena, ose si tham një lloj vote unike, ose mendim unik, ose vendim unik, nuk mund zjen nga një LDK e cila realisht në kuvendin e Kosovës po shkojnë kogjat për qarë, nëse mund ta quaj, për shkak të hajnisë së votave ndërmjet vetes. Prandaj zoti Abdi Gjiku duhet jetë shumë i kujdesshëm në lëvizjet e tij dhe zoti Kurti ka këtë aftësi me nuhat se ku mund ta godet. Okej. Pra, jem të skenari dytë, nëse shkan. Nëse shkan se se thashtë dhe njerë. Nuk i shkan as PDK-s, vendi shkan zgjedhje. Sepse këtu ka dy mundësi mu bo kryeministër, o Albin Kurti, që ka fitu zgjedhjet me shumicë, ose nga opozita, që unë nuk besoj që PDK-ja, madje edhe mund t'ja dhon kryeministrin, po vetë zoti Abdi Gjiku ka thonë, nuk jam interesum të bona pjesën e qeverie, ose kryeministrin e qeverie, cila nuk shkon gjatë. Ti po thu opsionet janë o Kurti kryeministër o vendi shkon zgjedhje? Ma mund të shmja. Ma mund të shmja. A është ky opsioni për zonin pranver, a është LDK-ja në situatën më të vështirë tani me që Kurti është drejtuar zotit Abdi Gjiku me letër? Po, e ka vënu në siklet faktikisht zotin Abdi Gjiku, për arsye se si që kemi fol disa herë edhe në këtë studio që shumë elektorat i LDK-s ka shku në VV, edhe kemë si një elektorat përzim që kanë lëviz prak LDK-VV. Edhe për këtë arsye unë besoj që votues edhe të LDK-s edhe VV-s janë ata votues të cilët mas tepërmi si votues i shohin këto dy parti bashk. Edhe qefi tyne kishte me qenë në këtë rast që këto dy parti me qenë bashk, po në qoftë se bohen bashk, humbsi më i madh ka me qenë LDK-ja. Na e dim se si ka kalu LDK-ja herën e kaluar nga koalicioni që ka qenë me VV-n. Domethënë kishte me qenë një gabim shumë i madh. Kemi pas edhe shumë reagime edhe të deputetëve të lidhjes. Po dojnë as këndej as andej të shkojnë. Po tash as me opozit, as me vetvendosje. Unë mendoj kushtim që çdo gjëna që po folen në për domethënë që po janë në media, po i marr si gjysmë të vërteta me jo, fond të drejtë. Po i referohemi qëndrime zyrtare, se tani nuk i kemi ne muhabetet kafeve. Po, qëndrimet zyrtare shpesh edhe pindrojnë. Për arsye se fillim... Ata i ndrojnë. Politikajt kanë kriju një standard që munden me usha deri në fjallin hajvanat, edhe në fund me thonë apo vjenin derum se po bisedojnë për këtë çështje dhe atë çështje. Unë nuk e kuptoj me të vërtet është shumë edhe i bën krejt këta njerëz me mendu se qysh mundet me eftu. Një mas pari deri që tash, deri para 2-3 ditëve, au ankun KQZ, am PZAP, për manipulim të votës. Anë gjykat kushtetuese. Absolut, gjykat kushtetuese. Jo, këto janë kanë, dhe më thoni ke pas zyrtarët kryesor të VV-s që i kanë ataku në vazhdimsi LDK-n që ka pas, dhe më thonë, vjedhje masive të votës. Pra ti po thuj hipokrizie Kurtit edhe vendosjes është kjo. Absolutisht. Do më thonë se zyrtarët e ti kur flasë... Ka përshtypje që as gashi as drenori s'po pajtohen me ty. Tash ta munën mos mu pajtohesh të drejta atyne, do më thonë nuk kalon përveç asaj që i ka, do më thonë i ka ofendu gjitha partit me hajvanat, ajo është tjetër sen, e përbi